What? Është ftohtë. Mendoj se janë shumë stylish. Këtu kemi për drek noodles me mish edhe avokado për... Dëgjoni fëmijët e mi që po përtasin. Mirëmëngjesi. Nësa po marrova 20 minuta stërvitje, edhe fokusova më shumë sot tek pjesa si për me. Atëhere, pas gjithasaj çokolate që hangra mbrëm edhe panetones së ditëve të fundit, nuk isha absolutisht dëshirë që të stërvitesha, por tani ndihem super mirë edhe shumë e fortë, vetëm se juve nuk më ta shikoni se drita është shumë e keqe dhe nuk duket absolutisht as edhe një muskull në këtë dritë. Për pjesën e sipërme përdor gjithmonë 2 në 3 kg, 2 pesha në 3 kg. Edhe mendoj se janë funksionojnë shumë mirë. Edhe mund të definojnë shumë mirë muskujt sipër, 3 kg secila. I feel great. Atëherë, ku jemi, unë lava pakës. Unë jam person që adhuroj larjen darkës. Kjo mëngjesit nuk e di pse, po më fut pakës e thet. Edhe në qoftë se jam larë, do me thënë, gjatë ditës, s'ka shanse mos të lajem me dark. Do bëjmë pak skincare, po përdor këtë nga Nilens Jurt. Është suedeze, pa diskutim, dhe është me vitamin C. Dhe është brightening për rrafët e zinj. Vajta disa kohë që po e përdor dhe vajta disa kohë që nuk po përdor vetëm një lloj kremi, por jam duke eksperimentuar midis kremrave të syve, sepse dua të gjej atë më të mirin sinqerisht. Jam duke provuar marka të njëjtura, marka jo të njëjtura, të shtrenjta. Edhe do vazhdoj të eksperimentoj derisa të gjej atë që më pëlqen. E vërteta është që i përdor shumë, mjaftueshëm, sepse do me thënë, kjo zgjat më shumë se 2 muaj, sinqerisht, më zgjat mua, pasi produkti që ty të duhet është shumë pak. Edhe diferenca arrihet të shihet në qoftë se produkti është i mirë, me thënë apo jo. Por gjithsesi, dua të gjej atë më të mirin dhe për këtë arsye po vazhdoj dhe po përdor të ndryshëm. Kurse kremrat e mi të fytyrës nuk i kam ndryshuar, ju e dini që unë adhuroj La Roche-Posay, edhe ato po vazhdoj dhe po përdor. Por mendova pak sot të filmoj këto ditët tona të pushimeve. Deri tani kemi pasur ditë shumë të mira, jemi kënaqur me fëmijët, kemi dalë, kanë vajt për të notuar, kanë dalë në parku. Ditët e para na erdhi kushurira për Krishtlindje. Kam një kushuri e cila jeton në Norvegji dhe erdhi bashkë me familjen e saj për Krishtlindje. Ja kaluam shumë mirë, dhe ajo ka 2 djemë edhe djemë të kënaqur me njëri tjetrin. Dhe tani jam këto ditët para vitit të ri që nuk e di realisht se çfarë duhet të bëjë njeriu, çfarë ditë është, çfarë muaj është, e humbet çik fillin e gjërave. Por gjithsesi mendova që të marr pak sot me vete. Gjëja kryesore që duhet të bëjmë sot është që të vemi te biblioteka, të lëm librat të cilat fëmijët kanë lexuar këto kohë të fundit para në një javë vajta mora disa libra te biblioteka edhe i lexuam, kështu që mendova t'i kthej mbrapsht, sepse e di që po i lash nuk do kem më kohë që ta bëj këtë gjë. Edhe për këtë arsye dua që të marroj atë gjë. E më pas dua që t'u blej fëmijëve disa gjëra të vogla. Jo çorape me gjëra që sa më shumë të blesh aq më shumë duen. Come on. Që sa më shumë të blesh aq më shumë duhen, sinqerisht, sepse nuk e di. Edhe kjo gjë nuk do tani të funksionojë, edhe po më afaron sistemin nervor.
I mean, I give up. Po puna që nuk është mjaftueshëm, se sot të dalë dielli, nuk është se I kemi errësirë. Edhe më duhet më shumë krem. Njerëz u betojmë që nuk do. Çfarë ke? Është e re njerëz. Sa po kam hapur. Duhet ndoshta ta kthesh së prapthi. Come on. Nuk po funksionon. Okay. Puna është që sot të dalë dielli dhe më duhet pak më shumë, sepse nuk është se e kemi brinkur. Edhe lëkura ime kohë të fundit ka qenë pak sedat, sepse jam duke përdorur 2 herë në javë retinol edhe 1 herë në javë eksfolius, edhe lëkura ka filluar ta ndjej këtë gjë. Edhe kremi I diellit është goxha hidratues, do me thënë, edhe më ndihmon që mos ta ndjej dhe kaq shumë thatësirë në lëkurë, që është super që e mirë. Ky këtu mëngjes janë super I shishëm, imi me 2 vezë, buk me pak djathtë të bardhë dhe buk e thatë me pak gjalp, I leos me 1 vezë e gjysëm vetëm me djathtë të bardhë dhe I skajt 1 vezë vetëm me djathtë normal. Jo secili me dhimbjen e vet, apo jo? Do thosh mirë mëngjesi? Do thosh mirë mëngjesi? Mëngjesi. Thuaj mirë mëngjesi. Sa e trish po ngjan kjo lulja ime Krishtlindjes? Shkoni pak. Një flet thjeshtar, tjetra është gati për t'i rënë. Këtë I sipër, gati për t'u tharë. Kafe numër 2. E dini ju njerëz që kur kam filluar dhe bina makineria ime mirë, nuk më shijon më as edhe një kafe që porosis jashtë, dhe kam filluar që nuk porosis më kafe jashtë. Shumë rrallë do porosis kafe, nuk e di, kur t'jem me shoqëri, ose nuk e di, në raste shumë të rralla, se kam filluar të porosis gjëra të tjera. Pasi kur e shijoj, I them, kjo s'është kafe. Ajo që do bëjmë tani është të rregulloj rroba që kam larë. Kam një qes plot me rroba të cilët duhet I vendos të gjitha në përvende. Edhe më pas do mbledh pakës rreth rrotull. Do I them s'ka të mbledh gjitha pjesët e legove që gjën në çdo cep të kësaj shtëpie. Ai fëmia dhuron lekët, po kur luan edhe ila kudo. Edhe më pas do bëhemi gati avash që të dalim, të shfrytëzojmë këtë ditë të bukur sot, edhe do bëhemi gati për udhëtimin tonë të radhës, që parë kur isha në tualetë dhe po besha gati doja të flisja për këtë gjë, nuk e di u fola, më duket se jo. Më shpërqendroi kremi që nuk po nxilja dot, po që ne kemi një udhëtim të vogël që kemi vendosur dhe kemi mbyllur këtu edhe vajtëm disa kohë, sepse donim që për vitin e ri të lëviznim, pasi për Krishtlindje do kishim njerëz, vendosëm që për vitin e ri të lëvizim të vemi në një shtet tjetër I cili është këtu afër, dhe mezi presim të vemi të kalojmë disa ditë që të shkëputemi pakës nga rutina, edhe që të dalim dhe pakës me fëmijë, dhe jemi shumë të emocionuar të gëzuar. Prandaj stay tuned. Nuk e dim që s'do bëj vlog, por me siguri do bëj story në Insta nëse nuk bëj vlog, kështu që sigurohu të më ndjekësh atje. Do ta lë profilin tim poshtë kutisë së përshkrimit, te kutia e përshkrimit. Fëmijëve ndoshta doja t'u blija në një kapuç të ri, dorashka të reja, por që nuk se kemi shumë gjëra për të blerë, sepse kemi blerë gjëra që gjithkohë, sidomos fëmijët kanë, nuk është se s'kanë. Kështu që nuk e di. Do mendojmë dhe pakës nëse më duhet diçka realisht apo jo, por se besoj. U tregoj njerëz fiksimin tim të ri. I am in love. This trio right here. Njerëz, u betohem, duhet të dëgjoni këtë këngën dhe shikoni kush është tu. Claudia Mirësia, që ka hedhur videon brëm. Edhe do ta shikoj pastaj, sepse nuk I lë video përpara kësaj gocës. Nice. Dëgjojmë këngë tani dhe pastrojmë.
Thash dhe vajzave në Insta, po një nga qëllimet e 2026-ës është që fëmijët e mi nuk do blejnë më as edhe një lodër, sepse këto kutit janë të mbushura me lodra dhe ne ngellëm të seleksionuar çdo muaj lodrat e tyre dhe vetëm gjë që do blej janë gjëra edukative, gjëra kështu, sepse këto kuti njerëz janë plot me gjëra plastike dhe unë nuk mundem më sinqerisht. Janë plot. E vetëm gjë që mund të blej janë Lego, që janë lodra, as edhe një tjetër. Ko shikoni dielli sot. Sa bukur. Njerëz. What? Shiko sa bukur. Po? Jo, nuk mund të përdorësh pastën time sepse nuk u bën mirë. Më thoni, çfarë ka pastaj të rriturve që fëmijët e adhurojnë kaq shumë? Apo thjesht na që thot mami, jo, nuk mund ta keni dhe për këtë arsye fiksoheni në pastën tonë të dhëmbëve. Jo, tia. Është e dëmshme për ju dhe për këtë arsye blejmë pasta Kastile vetëm për fëmijë. Ndërkohë shikoni situatë njerëz me këtë dritë super të bukur. Nuk mundem, është tamam dritë për foto. Duhet ndaluar, duhet për 1 milion foto në këtë momente. Por, ne tani do bëjmë gati, vajti ora 10 qerek, edhe, po, hajdeni me ne shikoni se çfarë do bëjmë, sepse duhet të mbarojmë disa xhiro, duhet të mbarojmë disa punë, me rëndësishmja është. Dhe mi të bibliotekë. Do blej përsëri, edhe ndoshta do bëjmë një shpes, po këtë që nuk o tregoj sepse 2 vitet e fundit vetëm këtë keni parë edhe nuk dua që të bëjmë e mërzitshme dhe përsëritshme. Yes, kaq. Dalim shojmë ditën e pushimit. Dalim me qetësi. Kam bërë një gjupëri të cilin po janë zjerë bojën, sepse po e vesh ekstrem shumë, dhe kam blerë dhe parfum të ri, ose më saktë më ka blerë buri. Dhe është ky na Valentino, Born in Roma. Dhe është shumë i shishëm. Edhe ky është Fit of the Day. I keni parë të gjingë se shumë herë, sepse po ja dhuroj, më pëlqen shumë mënyra se si më rinë, më pëlqen shumë prerja e tyre, më pëlqen shumë ngjyra e tyre, mendoj se janë perfekte për tani. Edhe ky është gjupiri, të cilin e kam porositur me Asus. Dhe është i adhurueshëm, mendoj se është shumë i bukur dhe e pëlqej shumë ngjyrën. Ndërkohë po dëgjoni fëmijët e mi që po përtasin. Të shkretët që tonë të anë që duhet të eshin këto ditë të pushimeve dhe me tha nuk e di. Say hi! Hello! Jemi gati të ikim? Po, tani ku do ikim pra? Shiko sa i madh që je. Biblioteka, ti. Oja. Jam zjatur. Shumë je Po zjatur. përpara isha këtu, tani jam këtu. Tani je shumë i rritur. Është ftohtë. -1, po ndihet si -5, sepse po fry një herë që të than kockën. Okej. Ose brenda. Më falë. Okej, varsågod. Skyler. Ose brenda, mamma. Nice. Mami apo Skyler, mami apo Lego? Mami. Mami apo babi? Mami. Mami apo pizza? Mami. Yes! Unë jam e fiksuar me kapuçat me ngjyra, mendoj se janë shumë stylish. Unë mendoj të marrim këtë portokallin. Shko sa bukur. Janë trëndafila. Por këto që kanë shumë të lezetshme. Qëndra. Ndërkohë, me këtë diell mund të shikoni që sytë e mi nuk kanë kafë. Por kanë dhe jeshile brenda njerëz, yes. Por njerëz,
Mësojmë në gabimet tona dhe përsërisim gabimet tona në këtë jetë 1.000.000 herë. Gjithmonë i them vetes që nuk duhet të dal me fëmijët e mi për t'u bler gjëra atyre, sepse asnjëherë nuk zgjedhin gjëra që janë të bukura ose që mua më pëlqejnë. Dhe pavarësisht se ndonjëri lë që të vishen vet, kryesisht i dhe shumë. Do me them stilin e tyre e zgjedh unë, nuk e lë që ta zgjedhin vet ata. Edhe sot përfunduam duke mos bler gjërat që unë po që janë me të vërtet, dhe ata zgjodhën vet kapuçat e tyre. Edhe morën secili në një, dhe pastaj morën çorape, mbathje, dorashka, po më doja ku të lija këto, po këllo pra. Për pak do përgatisim drekën. Gjëja e trisht është që nuk kam asgjë gati. Ditët që kam gjëra gati jam ekstra e lumtur, por nuk është sot kjo ditë. Diçka që doja të kapja të kjo video ishin qëllimet e 2026-ës. Nuk e di në qoftë se ju jeni person që i vendosin qëllime vetes. Unë pa diskutim jam e tillë. Sigurisht që po. Ju e dini, unë jam shumë e disiplinuar dhe shumë e fokusuar, edhe ashtu si që jam motivuesit e ju, ashtu jam dhe me veten time 200 herë më shumë, sinqerisht. Edhe i bëj shumë presion vetes, por 25 për mua ka qenë goxha kaotik, edhe kjo për shkak të punës edhe të studimeve, sepse dihet. Si mund të balancojnë të gjitha këto në mënyrë perfekte, nuk munden. Bëhet goxha kaotike dhe e lodhshme gjithë kjo gjë, por si qëllim për 2025 kisha që të rritesha sa më shumë në ana profesionale, edhe mund të them pa diskutim që kam rritur këtë gjë. Jam shumë e lumtur dhe shumë krenare për veten time. Unë këtë gjë ja them vetes shumë shpesh, edhe ndoshta e di që mund të duket e çuditshme kur e dëgjoni ose kur ja thua vetes, por duhet të them, sepse kur punon fort, kur përpiqesh shumë, kur i vendos qëllime vetes dhe ja arrin, duhet të ndihesh krenar, sepse nuk është e thjeshtë. As edhe një gjë nuk të vin vet. Gjërat ndoshta ngjajnë të thjeshta në sipërfaqe, ose shikon një person që gjendet mirë me veten dhe thua sa mirë, por ka shumë punë në thellësi të asaj pikture që ti shikon në jashtë. Ka shumë punë, edhe asë një gjë nuk arrit vetë, siç u thash, dhe unë jam përpjekur pafund, edhe isha shumë e përqendruar për të krijuar një identitet profesional dhe një rol të rëndësishëm te vendi punës, edhe ja kam arritur. Juve nuk ua kanë treguar, por unë kam ndryshuar disa vende pune. Tek një tizana do të them, por thjesht vende pune. Edhe vajta më shumë se 6 muaj tani që po punoj te një kohë poshtë, edhe po gjendem shumë mirë. Edhe nuk është i rëndësishëm vendi, po i rëndësishëm është domethënë roli dhe identiteti që ti ke tek ai vend, ose për mua më saktë. Edhe ky ishte fokusi im për 25-ën. Për 2026-ën do fokusohem që të mbaroj shkollën, edhe kësaj here do ta mbyll, edhe do ta mbyll njëherë për gjithmonë, ose të paktën për disa kohë. E them këtë gjë sepse kam arritur këtë sensin e ndjesisë që është mjaftueshëm, edhe sensin e arritjes, dua të them. Mendoj se është e rëndësishme që të gjesh atë balancën dhe atë limitin, sepse kudo të gjesh më shumë dhe do ketë më mirë, por nuk mund të jem gjatë gjithë kohës duke vrapuar pas asaj, sepse është me të vërtet e lodhshme, është shumë e lodhshme, se nuk është e thjeshtë, siç tham në fillim. Dhe për këtë arsye them që do përfundoj studimet, edhe do i them vetes, po me kaq, mjafton, sepse realisht mjafton. Dhe gjë tjetër është që të rriten akoma më shumë profesionalisht, sepse ajo është vërtet qëllimi që dua të arrijë, edhe këto janë qëllimet e mia kryesore për 2026-ën. Janë të mijat, më thoni ju, cilat janë tuaja, sepse jam shumë kurioze, ti di, më shkruani në komentet. Këtu kemi për drek noodles me mish edhe avokado për Skajnë dhe mua, dhe mami ka mish, oriz edhe çan këto tani? Asu nuk e di si të do shpesh. Haron që ashuen, po edini ju vet, edhe po. Lakër Bruxelli, sa po i bëra Google Translate. Kjo është emri për këtë. Mënyra se si gëtoj unë këto është në një tas, përzjej vaj, mjalt, soja,
Djegës, krip, i përgjej mirë dhe i vendos në furrë për 20 minuta derisa bëhen të buta. Dhe më pëlqen shumë dhe është mënyra e vetme se si e bëj gjithkohë, se mendoj se shihen shumë mirë. Ta dujki, apo e bën dhe këtë dashni. E vetmja ka që po të gjojmë dhe fëmijët kohët e fundit. 24/24 vetëm këtë vendosim replay. Por i erdhi fundi kësaj videos. Një ditë shumë cozy, e thjesht, një jetën tonë me rutinën e fëmijëve. Mora një pyetje para shumë kohësh të një vajze që nuk ju përgjigja në story, po që thoshte si duket rutina me djemtë. Edhe kaos në ime, kaos. Ç'të të them, të gjesh mënyra si të kalojnë kohën dhe ditën. Duhet të jesh shumë kreative. Nejse. Do ta marr këtë ndoshta një herë tjetër rutinën e djemve. Po thonin që të ndihni rutinën tonë të përditshme apo rutinën si sot. Se kur jemi në shtëpi, kështu ngjan rutina jonë për shembull me djemt. Grihemi, servitemi, marrim qetësi, dëgjojmë pak muzikë, pastrojmë, dalim, tira kështu. Kurse rutina jonë e punës vrabo ta rish orarin. Po që nejse. Po mbyll këtë video këtu. Po t'ju përshtatemi për gjithë. Paqim, do shihemi.